Mbrëm ka ndodhur një shpërthim në qendër të Zveçanit, i cili ka dëmtuar zyrën e postës së Kosovës. Zëvendësdrejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut Veton Elshani ka thënë për Kosova Online se nga shpërthimi nuk ka pasur të lënduar dhe nuk janë shkaktuar dëme të mëdha materiale. Sipas vendasve është dëgjuar një shpërthim kur policia ka mbritur në vetëngjarje. Është konstatuar se në objekt ka një bombë tjetër e cila nuk ka shpërthyer, andaj gjatë natës ka mbritur një ekip deminus nga Prishtina, i cili e ka larguar pajisjen. Objekti ka shërbyer postës së Serbisë deri me 5 gusht të vitit e kaluar, kur policia e Kosovës mbylli 9 dek të postës në veritë e Kosovës. 4 ditë më parë në të njëjtin objekt është vendosur tabela postës së Kosovës dhe është rregulluar pjesa jashtme e objektit. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka takuar ministrin e mbrojtjes së Hungarisë Kristof Salaj-Borovnicki dhe pas takimit është nënshkruar plani për bashkëpunim dypalësh në fushën e mbrojtjes këtë vit. Presidenti Vučić pas takimit tha se Serbia ka bashkëpunim më të zhvilluar në fushën e mbrojtjes me Hungarinë në rajon dhe shprehu besimin se marrëveshja për aktivitetet e përbashkëta do të vazhdojë në afrimin e mëtejshëm dhe krijimin e një aleance ushtarake ndërmjet Serbisë dhe Hungarisë. Nënshkrimi i këtij dokumenti është paraprakisht një përgjigje ndaj marrëveshjes së nënshkruar në Tiranë nga Kroacia, Shqipëria dhe Kosova. Qeveria e Kosovës ka miratuar iniciativën për lidhjen e marrëveshjes kornisë për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe studiuesi i studimeve të sigurisë Nikola Vujinović thot për Kosova Online se kjo është vetëm një nisë për fillimin e negociatave dhe vlerëson se administrata presidentit Trump me gjas nuk do të nënshkruajë një marrëveshje të tillë me qeverinë e Albin Kurtit. Bashkëpunëtori i Qendrës për Stabilitet Social Marko Mishkelin thot se pyetja është e madhe nëse Amerika ka interes të investojë në industrinë ushtarake në Kosovë dhe se është vështirë të imagjinohet se administrata në Washington do t'i japë mbështetjen e pa rezervë autoriteteve aktuale në Prishtinë. Profesori nga Prishtina Avni Mazreko tha se marrëveshja për bashkëpunim që arrin Kosova si dhe investimet që ka në fushën ushtarake i shes funksion të balancimit të forcave ushtarake në rajon dhe në kuadër të arritjes së një raporti të balancuar me Serbinë. Ai theksoi se Serbia ka investime mbi 1 miliard euro në bazat e saj ushtarake dhe se blen armë shumë të sofistikuara nga Kina dhe Rusia, furnizues tjerë ushtarak, si dhe industria ushtarake e Serbisë konsiderohet një nga më të avancuarat në Ballkanin Perëndimor, gjë që sipas tij e bën këtë rajon të paqëndrueshëm. Profesori Milazim Klasniqi vlerëson se emrimi i Marko Brnovicit si ambasador i ri amerikan në Beograd flet për vëmendjen e presidentit Donald Trump ndaj Serbisë dhe thekson se Serbia shfaqet si një faktor i besueshëm dhe partner i Shteteve të Bashkuara. Siç thot ai, ka një përpjekje për një afrim shumë të madh me Serbinë dhe ambasadori i ri në krye të gjithë politikës së re strategjike që Washingtoni zyrtar po zhvillon ndaj Serbisë. Krasniqi tha se veprimet e Washingtonit do të forcojnë pozitën e Serbisë, si dhe tha se vizita e fundit e Donald Trumpit Junior ishte edhe mesazh kundër demonstruesve në Beograd. Në Hag ka vazhduar gjykimi i ish udhëheqësve të UÇK-s Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit, por dëshmitari i 126 që duhej të dëshmonte nuk u paraqit. Kryetari i trupit gjykues Charles Smith njoftoi se prokuroria speciale ka shpallur kërkesën që dëshmia e tij të pranohet në përputhje me rregullin 155, përkatësisht që gjykata të pranojë deklaratën e tij me shkrim pa praninë e dëshmitarit në sallë. 4 udhëheqësit e UÇK-s janë në gjyq për 10 akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit.
Kompania Kosovare e Furnizimit me Energji Elektrike ka njoftuar se për shkak të ndryshimit të orës së pranverës, tarifa me ulë të energjisë elektrike do të jetë e vlefshme nga sot deri me 30 shtator, nga ora 23 deri në 8 të mëngjesit. Zyra e rregullatorit për energji ka paralajmëruar se fundmi rritjen e çmimit të energjisë elektrike prej 15% që shkaktoi reagime të shumta negative nga qytetarët dhe bizneset. Rritja e çmimeve ishte paralajmëruar për sot, por nuk ka ndodhur dhe kryetari i bordit drejtues të zyrës Imer Fejzullahu thotë se vendimet pritet të mirren me 11 prill. Moti nesër në Serbi do të jetë me vranësira të pjeshme me reshje shiu dhe bubullima, do të fryer e dop deri mesatare veriore dhe verilindore në disa pjesë të vendit shumë e fortë. Temperatura mëngjesit do të sillen nga 5 deri në 10, kurse ajo maksimale ditore nga 14 deri në 18 gradë Celsius.